Dhe ja ku jemi dashurimisht në pjesën e parë të emisionit, unë paralajmërova që do të kemi materiale shumë nga Teremi, por do të kemi edhe knatësinë që ta kemi një ish koleg të ftuar në studion e emisionit Familja Jonë. Sa ishte brenda shtëpisë së madhe Big Brother në Shqipëri, i ka përmendur shumë shpesh, edhe emisionin, edhe kolegët në Kanal 10 dhe punën e tij sa ka punuar në televizionin ton, por edhe raportin e tij me mua. Ta intervistosh një mik me cilin ndan edhe sekrete nuk është as pak e lehtë, sidomos kur është pjesa emocionale në pyetje, por profesionalizmi e don të veten për hir të publikut që na kanë shkruar që ta rikthejmë në studion e Familja Jonë, mikun, kolegun dhe moderatorin e dashur për gjithë ju, Shëndrit Lumin. Sot më në fund është koha që atë ta kemi, do të mundohem që edhe pyetjet e juaja që i keni dërguar, disa prej tyre t'i lexojmë, do të mundohemi që Shëndriti të jetë Shëndriti që ka qenë edhe para hyrjes së tij, dhe sinqeriteti i tij që e ka zotruar çdo herë, të shfaq pikërisht atë çka ju pritni, përgjigjet që ju presni. Shëndrit Lumi, mirë se erdhe. Mirë se që ta thash, kesh tu dëgju me shumë vëmendje, që shumë prezant. Pak më duket çuditshëm se këtu jam si në shtëpinë time edhe koka prime pak ndryshe me t'intervistu shoqja e ngushtë. Shumë e vërtetë. Ka emocion edhe unë para se me fillu intervistën thash pak e çuditshme sepse kur din shumë për dikën edhe që tash ato pyetje është shumë e frikshme me u përball me mua, unë shpresoj nuk i kaloj kufit. Po e prej. Ja, hiç mos prej kur. Jemi kështu, pa filtra. Faleminderit shumë. Gjithmonë ke qenë ti dhe para se me fillu me pyetjet e mia, po duhet të thënë që jam kanë shumë krenare me djalin që ke prezantuar. Po thëmë djallin sepse ti edhe atje ke thonë që më ke pas si non, si motër, më ke bo pak plak, faleminderit shumë, nuk ta falim, po do ta flasim jashtë kamerave. Është një kënaqësi shumë e madhe kur kam fol për ty para se ti ishe Big, kur kam thënë se sa djalë i mbar dhe i zoti je në profesionin tënd, ndoshta është kanë koha kur u bind çdo kohë sepse ke përfaqësu një djalë ideal, si do donte çdo non e çdo gru ta ndronte dhe ta kishte. Sara, shumë faleminderit për krejt mbështetjen fillimisht edhe për krejt kontributin tënd në karrierën time. Nuk është lehtë sot me gjetë miq shumë të artë në aspektin jetësor dhe zhvillimit të karrierës, po unë kam pas fatin edhe e kam gjetë edhe jam shumë i lumtur për këtë. Faleminderit edhe për fjalë që për përfaqësimin tim brenda, nuk për dita është më thënë. Besoj e ke gjetë edhe nga komentet. Unë jam shumë i lumtur për ato se çka kam tregu brenda shtëpisë dhe sot asaj dite unë hala marr komente të tipit që jemi krenare dhe faleminderit që ke qenë ai që je, e tjera. Atje brenda është për një sfidë që rrallë kush domethënë mundet me perceptu përveç atyre që marrin pjesë, sepse është një energji ndryshe edhe normalisht me mbijetu në tojza brenda asaj strukture, duke qenë vetvetja është shumë e vështirë. A ka qenë një mbijetesë emocionale a një lojë për ty? Për mua ka qenë emocionale gjithçka edhe asnjëherë në kuadër të lojës, sepse si natyrë unë edhe jashtë shtëpisë jam po i njëjti. Bileti ke qenë ajo në fillim kur më thëshë po kam frikë për ty me hy brenda për shkak se atje janë karakteret të ndryshme, sepse ne është fakt që jashtë kemi mundësinë me zgjedh me kanë me qëndru, me kanë me nda kafën, mëngjesin, mbrëmjet, një muhabet, jashtë kemi të drejtën e plot për me zgjedh me kërrim. Aty nuk e kite këtë drejt, aty kemi u ambientu deshte ose s'deshte me personazhet të cilat ti në jetën reale ndoshta edhe nuk ki qef as me i pa, edhe normalisht aty sfidohet personaliteti, karakteri jot, edhe për mu ka qenë kjo pjesa emocionale që kam bizotru, për shkak se në luftën e brendshme të qëndrimit aty, jom përballë me personazhet të cilat nuk kanë lidhje me atë se çfarë jam unë, ose çka prezantoj unë, ose çka dua të prezantoj në të ardhmen, kanë qenë karaktere që nuk përputhen me normat e shoqërisë ku unë rrim, me kë unë ndaj kafen, por kjo është sfida, kjo ka qenë sfida
edhe besoj që ja kam dalë në mënyrë më të mirë. Po, a e ke përdor këtë privilegjin jashtë shtëpisë që personat që tu kanë imponu me ne, se e spjegove dhe vetë, jashtë shtëpisë me përdor privilegjin tënd edhe mos me qëndru ma me ta? A ka të tillë? Unë nuk jam tip personazh që për shembull i evitoj njerëz, ose jam shumë natyrë sociale, po prap rrethin tim të ngushtë kam 2-3 persona. Unë më me qenë shok shumë i mirë edhe për një person të 3, të 4, të 5, por kur vetën time nuk e shpalos shpirtërisht, përveç me rrethin tim shumë të ngushtë në këtë rast që je ti. Tash, pas daljes, normalisht, na njihemi pak si natyra kontroverse. Shoqëria jonë gjithmonë ka tregu që është pak natyrë jo e mirëfillt në aspektin e respektit. Kam pas raste që më janë shfaq persona që kur në jetën time nuk kam pi asnjë kafe me ta. Por kjo është, mendoj që është si rrjedhoj, nuk tregon shumë për mua, tregon shumë për ta. Kjo është faktura e famës ndoshta. Po, unë jam gazetar, edhe unë nuk e cilësoj vetëm prapë si një artist, një dikush i showbizit. Unë jam njëri medias, unë qëndroj para publikut, e kam këtë detyrë, edhe mendoj që nuk është njësoj, edhe nuk dua që t'jetë njësoj, edhe kohët e fundit, sigurisht, kemi pas mesazhe të ndryshme prej personave që ti mbase heq kur nuk e di. S'keni për ekzistencën e tyne. Mirë, këta ka dhe simpatizantë të ri në jetën tënde, ata që të kanë pëlqyer. Njëra e përkrahësve është që njerëzit që të përkrahin për atë që je, dallohen shumë lehtë. Ndërka që njerëzit të cilët janë në një farë natyre tjetër për interesat të veta, dalin në shumë lehtë. Ajo mekanizmi jonë i vërtetësisë, i të qenurit të vërtet, mundet me i dallu shumë lehtë personazhet të cilat kanë qef me qenë jetën e tyre një dorë e dytë, edhe me u mundu që përmes teje me bë diçka. Por kjo është krejt normale, sepse në gjithë kohën tonë të jetuarit, kena me pas edhe na interes dikun tjetër, por nuk isha dash që kjo forme të shprehurit me u normalizu. Mbase është mirë me qenë si kërkes, kam një nevojë të caktuar, se sa mi ndërtuar gjanat në mënyrë indirekte, sepse nuk na fyet inteligenta letë. Absolutisht që po, dhe nuk kemi lindur dje. Po, Shëndret, deshtëm, Big Brother është një trampolin për të gjitha ata që e kalojnë atë fazë. Edhe pavarësisht që ke qenë fytyrë publike, ke qenë fytyrë televizive, një moderator shumë i dashur, me fansa goxha të shumë, prapë se prapë Big Brother besoj që të ka ndryshu jetën. Shumë kisha dash me ditë atë konceptin tonë, sepse çdo gjë në jetë është thik me dyteja. Çfarë ka ndryshu Big Brother për mirë dhe çka për keq? Në fakt, po, ka ndryshu shumë. Domethënë, momentin ti që hyn brenda, hyn si një Shëndret i formum deri në atë pikë. Po kur nuk e kisha marrë me mend, momentin kur kom dalë jashtë, kur kom dalë prej në ratën gjysmëfinale kur dola, unë nuk kom dalë me mendimin se qysh kom hy brenda. Adin nuk kom pas ide se qa ka ndodhë jashtë, kush më ka përkra, kush më ka përkra, më ndonë publiku, as më ndonë publiku. Edhe fakt është që nuk e kom mendu këtë pjesë. E kom lanë gjithmonë anash, sepse s'do isha mi kriju vetës tensionet panevojshme. Kur dola jashtë, në momentin kur edhe ashtë intervista në studio aty me Ledionin edhe ula të ish banorët, edhe erdhë momenti i publicitetit, që aty e kom kuptu, kur Ledioni thot publicitetet, kur të vinë këtë aj publik që ka qenë aty ullë, i falendore këtë kush ka qenë, do me thonë nuk kom ujtë një hap me bo, për para që për mu ka qenë normalisht diçka këtë e papreqme, edhe një dashuri shumë e qiltër, e pastër, këbile kështë e pastër dhe publik aty nga Kosova, që mërë që di, unë të ja bo, a jeni familjarët Brikenës, ose dikujna, se
nuk e konceptojsha që ka njerëz që vinë prej Kosovës me këshyrë në studio Big Brother. Edhe jo, këna ardhë veç për qef, na keni zbarë këtyrë, na keni bo kështu, edhe për mu ka qenë normalisht një ndjesi shumë e pastër, edhe diçka që pak në fillime më krijoi një farë jo komoditeti, sepse nuk jam mësu, edhe me njëherë pasaj sigurimi më nxorri pra pasken, se normalisht ke shok për mu në qatë moment, por gjithsesi ke shumë e bukur, edhe publiku shqiptar, kosovar, shqipfales, mos të bëjmë përqarje, janë shumë të mirë realisht, edhe unë i falenderoj se cilin për i tyre që gjenë kohë me na shkru çdo ditë, po tha me na shkru sepse të njëjtën e përjetojnë edhe miqtë e mi, po. Edhe është shumë kënaqësi kur njerëzit shkruajnë fjalë miradije, edhe normalisht është ndjesi shumë e mirë. Kontakti parë me telefonin, qa bone? Wow, do më thonë veç vjen ma japin telefonin qështu edhe e dhezi, me një moment nuk më kujtojt kodi. Edhe thamë okej, adin le, se kisha mendje, edhe nuk të vjen mendja të telefoni, realisht. Kur jem rana, gjithmonë e kja tendencën, si dalim jashtë, edhe nashtë e këna me këshyrë. Kur je jashtë, nuk është që t'intereson shumë. Nashtë edhe e mësume për telefon. Edhe tash, do më thonë, që kjo është ajo avantajë që më the qa ka diçka dhe të mirë tjetër, është që ma herët kam qenë shumë addicted, do më thonë, në telefon, tash sot nuk jam, thjesht e la me një qosh, më thirë për shamull 2-3 herë dikush, apë se speqel. Jo, nuk është që speqeli, po thjesht e kom lanë dikun se hala e kam atë ndjesin që s'kam telefon. Deri sa të mësona. Kjo faza të mësuarit. Po merë ke kohë, Po merë ke kohë, nuk është hajtë se për 2-3 ditë mësosh, jo, po sot jam javën e 3, ose nuk e di 4, se di sa kanë kalu realisht, po nuk merë kohë të shkurt, merë kohë shumë të gjatë, adaptimi, edhe adaptimi social, bile. Ti e din ke pa në ditët e para, edhe në ditët e para është kjo ndjenja e jo komoditetit. Pse? Mendoj që është për shkak se ti je mësu me një stil komplet tjetër tjetesës, qoftë para se me hi bigot, gjatë qëndrimit të bigot, dhe kur del jashtë është komplet diçka tjetër, e kundërt. Edhe, për shembull, nëse unë kom hy shumë letë, kom fol me Sarën, edhe kom pas gjithmonë Sarën lartë, unë kur ty më tash, për shembull, të mesazh, se kam Sarën. Edhe, më është dashur për me gjetë pak qetësi, domethënë notification këto gjana ti kom ndal, edhe për çat arsye tani edhe thirrje senet nuk vijnë. Domethënë nuk e ke rrit mendjen. Nuk vlen fakti që e ke rrit mendjen. Jo, unë jam që jam edhe së rriti mendjen, kam. Për krejt ata që të kanë thonë nëse ke rrit mendjen. Për ata që menojnë që është ndritje e rrit mendjen, nuk të njohin mirë. Jo, po nuk të njohin mirë. Ashtu, se kam problem. A din kushtet ashtu? Thojnë personat të cilë s'kanë qëndru kur me mu. Po, nuk njohin mirë. Nuk më njohin para bigut, edhe dëshira për me njoft mas bigut është konceptimi edhe projektimi personalitetit që shdojnë ata për ty. Kështu që unë nuk e shty për me dash diçka që shdua unë, letë me ndoj njerëzit që shdojnë. Shëndrit, do doja shumë, unë du të njoftë mirë, shumë shpesh e kam pa që ke dasht me thonë diçka tjetër tu ka kuptu jarë. A ka diçka që e ki kështu peng që nuk tu ka kuptu, ose nuk tu ka marrë mesazhi ashtu si që ke dasht ti me shfaq, ose ashtu si që ke dasht ti me përfatsu, qoftë situatë, qoftë qëndrim, qoftë... Po mendojnë brenda shtëpisë, po. Shiko, aty... Disa banor janë vetvetja, disa banor zgjedhin të luajnë, edhe në momentin që ti thu diçka që nuk ju konvenon, nuk ju përshtatet për stilin e qëndrimit tyre brenda, nuk kanë me të kuptu, nuk kanë me zgjedh me të kuptu. Është zgjedhje e tyre, pavarësisht që ti e thu shumë qartë azi. Unë kom kuptu këto, edhe tim një si personalitet, unë nuk shtyna kur që ti me marrë vesh diçka. Nëse donë me kuptu, e kuptojnë ditën e mirë. Nuk imponona 300 herë me ta përsërit, nuk jam përsëritës,
Brenda shtëpis duhesh me qenë përsëritës, për ata që do hyjnë në të ardhmen. Duhesh shumë me qenë i ri përsëritur, do më thonë nga mëngjesi deri në darkë, nga prime në prime. Sepse, unë mendoj që faktorizimi i personalitetit ndodh kur një personazh zgjedh të bëhet kaset, dhe çdo herë tentativa të njëjta për me sqaru diçka të njëjtë për ditë me radhë. Kur nuk ke diçka tjetër për të servu, unë nuk zgjedh me qenë kaset, zgjedh me qenë ajo qetësia, ai njeriu që nuk flet, më mirë se sa me qenë dikush që ai njeri që e thot të njëjtën fjalë nga mëngjesi deri në darkë. Nga komentet prej fansave, a mendon që e kuptu mirë, pa qenë kaset siç po e thuti? Normalisht ka momente, për shembull ka momente ku jam keq kuptu javë të fundit me Mateon. Ka pas vrull të komenteve, ja ke kthy shpinën Mateo se gjana të tjera. Çka realisht ka ndodhur? Absolut, ka ndodhur një diskutim mes nesh, por që ka qenë shumë i mirë qenë, i mirë pranuar, edhe normalisht që edhe unë e muj me diskutu diçka me Mateon, qofse unë nuk di diçka dhe du me dit prej ti. Unë kom bë pyetje, ti edhin aftësinë, le të themi për me bë pyetje, edhe për me nxjerr gjana që publiku ndoshta nuk i sheh. Unë me Mateon kom bë shumë bisedë miqësore sepse kam vlerësuar shumë edhe e vlerësoj sot e tutje, kam miqësi shumë të mirë, pavarësisht tentativave të jashtme që ndoshta me na përqa. Absolut, unë jam shumë i njohës që edhe ai ka qenë në ndjeni për zhvillimin ton brenda dhe realisht nuk ka pas diçka që i ka ndërhy brenda dinamikave të tij, asnjëherë. Nuk e di është keq interpretu jashtë në ndonjë moment. Ti me Mateon je sqaru. Ai nuk ka pas keq kuptim në këtë situatë. Mateo realisht as nuk ka pas ndonjë interes për me vazhdu, me thonë hajde të sqarohemi diçka, thjesht ka vazhdu shoqëria. Edhe bile disa fragmente të cilat janë të shkëputura në rrjetet sociale ku unë edhe Selin e diçka tjetër flasim për Mateon. Ato gjana ne i kemi diskutuar edhe para syve. Do më thonë, unë jam personi i cili i kom thonë edhe Brikenës në prime gjana të cilat Brikena nuk është ndje mirë, por hatërmbetje nuk ka pas, sepse të njëjtën e ka bërë dhe Brikena ndaj meje në sy, kështu që sot gëzojmë një relacion shumë të mirë, si me Brikenën, si me Mateon, si me Selin, Gimbon, Gretën, janë të vetmit persona që kemi një raport të përditshëm. Të vetmit? Po, të vetmit, raport të përditshëm, që flasim ndoshta çdo ditë. Ndërkohë me të tjerët, respekt, qao, mirë pafshim. Respekt, qao, mirë pafshim. Nuk ke as dëshirë ti takosh? Jo, unë... Ose më mirë, me të gjithë... Ka nuk ke hapësirë në jetën tënde të takosh asnjëherë dhe nuk ja je? Mirin. Po. Nuk e dua, nuk dua të dëgjoj fare, nuk më intereson. Pavarësisht unë jam gazetar dhe e di interesin e mbajtjes relacioneve, e ke parasysh që na ndoshta në të ardhmen thonë, po jo, ma i mirë raporti se nisër bën një emision edhe të vyn mirë. Jo, miri nuk më vyn mu, as pak, edhe thjesht është një personazh që zgjedhi mos me pas kontakt, edhe besoj edhe ai s'don me pas me mu, është shumë normale. Ti një vlerësim të ulët, po e them për Mirin, e ke pas edhe karshi emrit ti si artist, ke dyshu gjithmonë në suksesin e ti. Si qëndron tash qëndret? Ja ke thonë shumë herë edhe në shtëpi. A din si është puna, unë nuk jam person që në vlerësoj. Je gazetar. Po. Unë jam person që muj me ta shprej një kritik, që ti mundesh me marrë si nën vlerësim ose si diçka tjetër, si cinizëm ose diçka tjetër. Protagonizmi i Mirit në shtëpi, me që sepse s'dua të ndalim fare të kjo pjesë, por ta sqaroj me që se fillova. Mua nuk më bën fare përshtypje ku një njeri, po flas tash në njeri, i moshës së tij,
i karrierës së tij, eksperiencës jetësore të tij, dyfishi ndaj Selin, ka tentativa denigruese ndaj një vajze të re që sapo është duke i ngjit shkallët për karrierën e saj. Edhe ti e din, unë jam feminist, por nuk jam ultra feminist i të iskajshëm që te kaloj normat e shoqërisë, por denigrimin nuk e lejon askush. Absolut. Cinizmin e dikujt i cili është shumë i pafajshëm, më falë, për para syve të me, nuk mund ta lejoj. Përderisa këto gjana kanë ndodhur para syve të mi, është shumë normale unë me reagu, sepse nuk jam parime jetësore të mijat që të lejoj që para meje të denigrohet një vajzë. Qoftë Selin, qoftë kush do qoftë aty brenda. Për shembull ka pas raste pse s'ke reagu për Juelën. Për Juelën nuk kam reagu për shkak se Juela i ka pranu ato. Ja ka leju vetes. Ja ka leju, i ka hap dyrt, i ka pranu, i ka marrë të mirë qena. Pse unë të bëj luftra kur dikush i pranon kritika si të mirë qena? Okej, vazhdo. Edhe kjo ka ndodhur. Kështu që krejt çka mbetet jashtë, për mua, mbetet një respekt. Po, njerëzor. Njerëzor. Po. Që ai e kërkon, e ka pas kërkuar edhe në për ambientet të shtëpisë me Selin respektin, e ndërsjell. Atë respekt të ndërsjell do ta japim gjithsesi. Më tepër, unë i uroj shumë suksese. Nuk jam njeri që ja uroj të keqen dikujt. Uroj që të mbri majet më të larta të suksesit, por që mendoj është një kohë komplet tjetër e Gen Z që mendoj interesi normalisht është shumë i lartë për artistë të moshave të tyre, domethënë të gjeneratës së. Së mirit. A mendon që dikush prej banorëve aty të ka shfrytzu për show? Jo. Për show, unë mendoj që unë kam qenë i vetmi personazh që nështë kam jo mundu me nxjerrën pa pozitivitet, për me bo pak shaka, edhe kushdo që ka qenë në ato momente me mu, kemi hedh batutas, tash po flas. E ke thy pak gjuhën. Albanian. Do më thonë, kur fëllësha Albanian, se të është, jo. Hedhshim normal, jena konë na që bëjshëm pak humor edhe me më shfrytzu nuk e kisha thonë, sepse... Si ja ke leju? Nëse më kanë shfrytzu, bravo i qoftë, nuk e kom brejt. Po. Oke, po du më ndollë të një pjesë pak ma sentimentale, për balja jote me familjen kur dole. Ata e në kanë shumë krenar, unë të pakten edhe nga ana private kam pas kontakt me gjithë prej tyne, po publiku besoj janë kureshtarë se ti goxha e mon të mbështjellur mirë jetën private. Ata i kanë qenë shumë krenar për mu, normalisht familja është dera pare e përkrahjes edhe gjithçka që ti vendos me bo, ata janë krahjit gjithmonë. Për mendimin tim, kur kam dalë jashtë, i kam pa shumë të lumtur, jam gëzu shumë që ata janë të lumtur mas pari. Nuk ka pas rëndësi për mu nëse ata nuk janë të lumtur edhe tash kjo dalja ime. Unë nuk e kisha shiju as pak këtë dalje timën, në qoftë se ata kishin me qenë bile 1% jo të lumtur me mua. Ata kanë qenë shumë krenar, i falenderoj shumë për suportin që e kam bë, e kam pas me bërgjë, se më familjar, s'kam pas ku më qu. Ju ke rahiste? Po, edhe ty të kom rahiste, falenderit edhe ty. Shëqër që dole se na ke pas lopa gjumë. Ju kërkoj ndjes që s'keni flajt, s'keni pas qare, pam këshirë. E ke meritu. Jo, po, qysh ishit përgjigj tani, kur ju shapi qa kom po natë. Ty rujt screenshota dhe qa kena bo. Do më thonë janë shumë zdia. Unë jam shumë i lumtur me njerëz të mi, me familjen të. Për kanë të murmalli mas shumë ti? Për kërkan, ose të thënë. Shumë, nuk është e vërtetë. Jo, normalisht aty një kohë një banore, nuk po më kujtohet kush, e ka pas thonë dashurohesh në pemë.
O, zot. Ishe vërtet. Cilën pemë u dashurove? Na pajmë spatëm aty, patëm guraleca. Guraleca. Jo, për me, kur kanë të përmalli shumë. Për nipën, mesën, nuk e di. Me uresën e di që kini lidhje. Uresën, kam një kimi të jashtëzakonshme, është në besa jam. Për lumin, për jonin, nuk e di. Në momentin kur e ndjejsha që jam përmallu, veç fillesha me ju përmend, edhe sikur mu heke pak, po normal të mërmalli, se nuk hi asni sinjal të informacionit. Edhe ti shpesh harron që dikush është për cilë, ose je me një ambient që hej, këtë shqiptaria është të këshirë. A i harron, dhe me thonë, është e vërtet që harron. Unë për veti i kum harru. Ka pas momente që je konë shumë... Po, shumicën e kohës ti është më që si në shkre. Ke funksionu normal. Po, vonë më kujtojke që jam në transmitim, ose kërë më thërë ke për shamë është ndërë në më trafin. Jam Big Brother. Dhe më kujtojke, po unë nuk e kum pas këtë problem, për shkak se kam qenë vetë vetja dhe si me kamera, si pa kamera, nuk ka pas në e farë ndryshim. A ka diçka që për një me e ke bosh shumë pa qëllim edhe ke thonë, o zotë, shëndrit që bane? Që u konë bashe pa shërë, kështu nëj fjallës e nëj gjësë që ke harru që janë kamerat, ose... Po ka pas, po skandal. Okej. A më i me ditë? Jo ma mirë. Njo? Jo, ka pas momente të shumë ta, po... Shqyqyr që skandal? Po, ti kalzoj ty para me kamerave. Po, mi ke kalzu, po me së mështimi kalzu të shone, po kanë të jetë njo. Aden se, aty është një ambient shumë i madhë, dhe ki shumë banor. Normalisht, transmitimi është në 2 kanale, dhe ne kur nuk mëj me ditë në ku jemi, as jemi, të thjesht, nuk e ki këtë informacion. Po, kur dole ashtë nuk e gjeta kërkën qatë i zavë, thash, okej, mira. S'na ka në transmitim qatë. S'pëna ka zana s'neve. Po s'është për televizion. Po, qëka kisha dash me theksu, është atë fjallën i deputa. A e ke ditë kuptimin e kësoj fjallës shëndrit? Normalisht se kom ditë kuptimin. A nuk e ke ditë? Jo, po ti e din sa virale është këtu në Kosovë, edhe përshëndes butërin të në shumë. Te viden? Te viden, po. Edhe me ty e kom bo këtë humor. Po, pas nëse kom ditë sinqerisht që dhe me thonë. Po, Komenu që është thjesht një shpreje dhe... është hapësirë e humorit, që unë e bana edhe brenda shtëpis, kur dola jashtë dhe pas që ishë pas bo... Nomi. Okej, kur e kuptove kuptimin e fjallës, që a unë ndjeve pak keq që e përdore? Jo, nuk ndjeva keq. A ma thjesht vazhdojshë me qëndru të humorit që ke bo? Jo, nuk ndjeva keq, sepse qëllimi nuk ka qenë përdorimi i fjallës së mirëfillt. Me ofendu të amandikan. Jo, kuptimi i fjallës as pak nuk ka qenë synimi jemi, sepse s'është në konditat e fjallorit tim. Thjesht humor, as pak, as gjë tjetër, edhe as nuk i rash pishman, as nuk e mendova 2 herë, por për ata të cilët ndoshta u çudita kur dola, që ishë bërë shumë e madhe, është... Po, unë kam tentu edhe në disa intervista me zqaru që sinqerisht jam e sigur që se ka ditë kuptimin. Po, unë veç i falenderoj njës që kanë zgjedh me mirë kuptu një pjesë të tyre. Ajo pjesa që ka dash me nxjerr jashtë kontekstit, e kanë nxjerr, s'kemi që kam ju bo, së bo kur gjo. Një talent që unë s'ta kisha njoft kur. Piktura? Piktura, prit. Magjia zezë. Magjia. Mos na ki bo dhe njëve të që ka. Qëre, unë mendoj që sot e tutje... Sarkazmin e ki shumë të lartë. Unë mendoj që sot e tutje ka hala banor aty, që tash janë jashtë, që janë hala pjesë e magjisë tem. Mos. Po, i ka kap. A që është fort e ki imagjinë? Do më thonë edhe jashtë janë të përjetu këtë farë magjie. Do më thonë ti po vazhdojnë mja mojtë sarkazmin aty në personave? Po, pse jo? E kanë besu? Po, bile është e jashtë ligjshme, duhet dënohet edhe uroj që të gjenë derë në programet të drejtësisë, kushdo që e shetë të është shumë e çuditshme se si e morën seriozisht, sinqerisht. Nuk e dini njëri në një moshë të rritun
që se kupton humorin, po prap se prap. Unë hala nuk besoj që qatë shumë seriozisht e kam pas. Okej, kanë pas për show. Ndoshta dhe jo, ata zgjedhen me marrë shumë seriozisht, një pjesë e madhe e tyre, dhe unë gjatë gjithë javës, hala parë të Prime-i, unë gjatë gjithë javës kom qesh me këtë sens, se s'mu isha me konceptu për çka janë të dosh me debatu. Vike debatojshin të na ke ysht. Ysht është dhe me këmagjia zezë? Po. Okej. Ti e din që une kur të shumë budallak, E vazhdon... une qoj 100 kate ma poshtë. Edhe kur e parë janë qatë nivel, e vazhdojsha. Ja majt e vallën. Po, ja majt e vallën, edhe dullim Prime. 10 milion shqiptarë qashën me ta, jo me Po, mu. e vërtet. Kështu që E ullën vetën ke një poshtë. moment funny, menoj për spektaklin edhe për mu, po ke një moment dopsie për disa persona që e tërgun vetën që janë totalisht shumë të cekët për me mirë kuptu diçka ose për me marrë diçka si çesharake edhe si diçka serioze. Po. Një fenomen interesant që po e vlerësoj edhe unë si shoqe jotja, po që kemi pa edhe në komente, është që ti ke qenë aktiv 24/7. Ke qenë edhe ndalje në transmetim në shumicën e kohës së 24 orëshit. Në Prime ke qenë shumë i heshtur. Pse? Në Prime, normalisht ka norma të cilat duhet të respektojmë, sepse është kohë televizive. Unë jam gazetare dhe i di normat shumë të respektit ndaj publikut. E di që shkrijohet kakofonia jashtë. Unë nuk jam person që krijoj kakofoni. Aty, për të mbizotruar në debat, është dashur me i bërtit, është dashur me hy në një debat që ndoshta thjesht për të dëgjuar don me hy edhe me diskutu diçka. Unë kam folë në momentin kur më është dhënë fjala, ka pas momente kur kam ndërhy. Por në momentin që unë kam hyrë në shtëpi, ka qenë dita e 53. Relativisht e vonë. Edhe dinamikat, banorët kanë qenë shumë të konsoliduar, edhe normalisht që për mendimin tim, unë kam qenë koshient se çfarë dinamika kanë me u zhvillu. Edhe në momentin që më është dhënë fjala, unë i kam dhënë mendimet e mia dhe mendoj që kam bazë më shumë se sa 3 orë brohoritje e të tjerëve. Kështu që ajo të ka karakterizu dhe qetësia jote, po edhe edukata që ke tregu, prapë se prapë, po e thamë, aq aktiv ke qenë, sa që ke qenë edhe prezent në të gjitha rrjetet sociale. Një video që ka kriju miliona klikime, shpërndarje, që është pak edhe karakterit edhe në kur të një, sepse i goxha selektiv prej kujt han ushqim edhe ku han ushqim. Një video e një tostit, nëse mbaj mend ka qenë tost, që nuk takoj ke po e hëngshe. Atë vike kesh... Sa dhe tuti i thamë Selinit që... I më kelmu. Katastrofu. Do me thonë peta, djap edhe 2 fleta spanak. Tash e pështjellën, qysh pretendohet në shkute poshtë. Pse e vazhdeshe me hongër, nëse kuptova? Po, na e dishëm që koha është tepër e vonë, do më thonë jena shumë vonë, edhe kena honë shumë unë. Normal, kur t'je unë nuk zgjedh çka. Po, tani e pash që jena veç na qutë, edhe thash, bëma edhe mu një, dhe ta... Shkajke. Shkajke të bëjsh dashën pas këtë qa, po ajo mimika jeme ndalje, normalisht atë humorin tem normalisht, se kom bo humor me qëllim, se u vrejhet ajo, nuk është diçka që ka qenë e natyrshme, ka qenë shumë e planifikuar në mendjen time, qa po bëj. Zakonisht thuhet, unë nuk e di se kom përjetu, që banorët kur dalin prej shtëpisë së Big Brother, i kanë edhe ditët e rënda, të ëngthit, ndoshta jo bash tipik depresion, por i kanë edhe ato momentet kur socializimin e kanë të vështirë, ikin prej kafeneve, nuk takojnë shumë njerëz. Qysh e përjetove ti? Mu ka ardhur shumë çuditshëm kur thëshin qështu këta çuditshëm prej Bigut.
Si besojsha? Nuk i besojsha, me një farë forme edhe i besojsha, sepse në aspektin social, psikologjik, mundet me qenë një shok emocional, një ndikim. Një 10 ditë e para, me thonë që për mu kanë qenë shumë atë vështira. Kom dasht izolim, kom dasht shtëpi, s'kom dasht njerëz, nuk e kom këshyrë telefonin, nuk kom pas dëshirën për me pa telefonin. Edhe, po... Kush të jep këtë ndjenjë Shëndrit? Nuk e di, veç e kikët. Jo komentet, jo videot, jo... Jo, se une si natyrë, edhe para bigut kam qenë natyrë që nuk prekna prej komenteve dhe gjanave, as nuk fare së ndikojnë tonë. Nuk e di thjesht se ti mësohësh me një izolim, me një botë, që ti nuk je i prekur nga asnjë informacion çfarë po ndodh me kohën jashtë, a është ardhvera, a jena alon dimër, në cilën do t'jena, sa është ora, ku jam prind, a ka ble bok dikush, do më thonë, këtë budalliqet e jetës, aty nuk i ki. Do më thonë, aty ti je me një paraj, s'pe thamë thomiza, që je i monitoruar për çdo lëvizjen tënde, edhe nuk hek për kur gjo, bashkë për kur gjo heq, nuk të mungon asnjë sen, je nën mbikëqyrje, je nën përkrahje, qoftë psikologjike, qoftë mjekësore, qoftë çka do që ti ke nevojë. 24/7 vlen për mjau dhënë dorën për këtë pjesë, sepse për me kanë qenë të jashtëzakonshëm në mënyrën e qenurit gatshëm për neve aty brenda, pra e kam fjallën për produksionin. Ti mësohesh me jetu me një botë që nuk i asnjë problem. Problemi vetëm është malli për njerëzit e tu. Aty e kupton rëndësinë për veten, rëndësinë e familjes, rëndësinë e të qenurit të vërtet, në çfarë do gjëje që ti ballafaqohesh, e kupton që e vërteta ka pesh shumë më shumë se sa diçka e shtirur, edhe që gjëja e shtirur del gjithmonë në pa. E kupton që nuk mundesh me mashtru as një publik, po as ata persona aty që nuk ndikon fare nga komentet jashtë. Përderisa ne nuk e dim se çfarë po ndodh jashtë, aty e tregojmë edhe intelektin ton me u ballafaqu me diçka që mundet me qenë jo e mirë, qoftë për njerëzit, qoftë për ty. Edhe kur del jashtë, bombardohesh me ftyra të reja, edhe ti e mësu muqu me flajt, me hangët buk me ta çdo herë, edhe qajo është... Qajo të mungon tani? Ftyrat e njëjta nuk i sheh. Thjesht zhduken ata persona, ma nuk i sheh, edhe ti normalisht... Ti qaj rutina që u mësove me ta. A e njohesh Shëndritin më mirë? Po, shumë. Çka nuk i kështë ditë që e kite vetja? Durimi ndoshta? Me që se të ka karakterizu shumë, po... Po, qëre, unë jam tip kështu e kom njohët vetën që jam durimtar, po ka pas momente aty që... Ka hup durimi? Thjesht shpërthen, por mënyra e menaxhimit është diçka që të mësohet, ose e ki thjesht në karakter, po. Kështu që aty ka momente që provokohet të dhuna, provokohet sjellja jo normale. Unë jam shumë i lumtur që nuk kam arrit në nivele me tregu diçka që nuk më përket. Edhe që e ul kokën kur del jashtë. Patjetër, edhe me ndru rrugën për një veprim për mu është shumë e dëmshme për jetën time, të qenurit Shëndriti. Edhe e kam thënë aty, pavarësisht që edhe emrin ma kanë ndryshu disa herë, jo disa herë, po shumë. Shumë. Unë i thash edhe Ledionit në natën e surprizës, thash që emrin nuk e bëjmë ne. Po, në vërtet. Emrin e bëjmë ne, më falë, lapsus, emrin e bëjmë ne. Që s'ka rëndësi qysh të thrasin edhe qysh bëhesh, por thjesht është mirë me qenë rahat me vetën edhe me personat që i ki përballë. Cila noftë të pëlqej më shumë, Steve? Xidza?
Steve, Xixa, më pëlqejnë të dyat. Bile një funny story është që kjo pjesa e Xixës, ku dalë prej shtëpisë, do më thonë vjen publiciteti, edhe këtë qaj publiku që tërgova ma herët më vinë mrapa, Xixa, unë nuk e disha kush është Xixa, edhe ka një të e thirë Xixa kush është, se ju mësu shëndret, shpërtheme, të tjera. Xixa, thash, ka doli kjo tash. Njëherë Gimbo më ka pas thirë Xixa në shpe, po shumë moti. Po, se ke registru që ka me meq ajo. Po. Me gjithë se tash thuhet që Briteut ma kanë vnukët nofë, i falenderoj, janë shumë të mirë. Briteu dhe Selimbot kanë qenë për krasit e tu në fillim matë të mëdhaj. Janë shumë të mirë, po do më thonë, u mësova jashtë e pash që Xixa, ku ka një histori këtë qka tjetër, mund vjen mirë. Te kjo pjesa e Briteos dhe Selimbos, a e konsideron vetën pak mësit në dy situatat? Atje në Shqipëri i thënë Kupidi. Kupidi? Po, Kupidi. Se pas me ndëgju. Kupidi i dashuris. A din Kupidi a Angeli që është me shigjet? Okej, e ti e qaj. A e konsideron vetën? Jo. Si merë merita ta? Jo. Pse jo? Ke punu të dy qiftet shumë? Jo, ndoshta kam punu pa vedije. A pa vedije? Kur në vedijen time nuk ka qenë diçka mision, hajde unë t'i bëj bashkë. Jo prej jashtit, me që hinë ditën e 50. Jo, është as pak, unë thjesht, jemi bo grup i personave që kena pas shëndrime të njëjta ndaj fenomeneve negative. Ata kanë qenë në një marrëdhënie duke u konsoliduar, si Briteu, si Selimbo. Unë kam qenë aty për ta si shok, kur ata kam pas nevojë për mu. Normalisht, disa nxitje si shok, më i me thonë që i këmbo me vedije, si kur ti thu, dykuna puthe ma, hajde puthe. Po, më ju ke pas tek. Normal, se ti ki qef mi pa bashkë, edhe kur i shishe bashkë u knaqe, por ka pas momente që edhe nuk kena pas ku me shku, për shembull, e pa në çdo sene në Twitter, për shembull, kur jam unë me qiftin të nejtë edhe i këshin shkrujtu është ndrit i ikë. Po. Lejve që ata. S'ka pas shëndriti ku me shku. Me shku jashtë. Me shku në lavanderit dikosh aty. Do me thonë, ndjesia që e kena pas për një tjetën ka qenë surreale, shumë e mirë, shumë e pa planifikuar. Edhe ma këshin bo një tweet Stevie s'po Steve Ron, dhe shta mi thonë që prom din ora 3 natës, Selina dhe Gimbo ka qenë në banistone. Të me tha ata ku kanë konë Stevie. Kena nejt, kena knoq, jo, po du me thonë për shoqërinë që e kemi. Jashtë janë njëjtë, Gimbo, Mateo dhe Britena, me që te që janë vetëm njerë që ki kontakte për ditë shumë. Po, edhe me Brikenën, kon foldje, thjesht për qef, për gjanat, shumë, edhe me Mateo, me Gretën jemi në kontakt pashë. Do më thonë, interesant është sepse çdo ditë na lidh diçka. Nuk është që thrasim hajt, thiri ta shoh çush është, po thjesht puna, intervistat, reklamat. More, thjesht e aqojmë një meme ose diçka dhe vazhdojmë biseda një orë. Jam shumë e fatë që kam gjetë njerës me zemër të bardhë edhe njerës shumë qiltër. Unë raportet me të dy i kam, me të dy qiftet edhe me Gretën, i kam shumë të mira edhe gjithmonë flasë për vetën edhe kam dëshirë që në të ardhmen time me qenë po kjo shoqëri, sepse edhe jashtë është për mua është e njëjtë. Dhe kjo është fati mirë sepse kur gjejmë njerëz të cilët na përmbushin edhe na bojnë me qenë vetjan pranë tyne, është goxha fati madh. Një prej tyne ka qenë që e ke veçuar në çdo intervistë, në veçantë Selin. Po, kam lidhje ma të veçantë me Selin. Edhe ajo njëkohësisht e ka thonë në intervistat e saj. Është një vajzë që për mendimin tem, shpesh herë këmë thonë që është shumë e zgjuar, shumë artikuluar, shumë e mend në kokë. Këmë në tokë. Po mire thash, me mend në kokë edhe me këmë në tokë. Thjesht, unë i pëlqej njerëzit që janë të vërtet.
ajo akuzoj ka aty për shumë gjana të cilat nuk i përkitnin. Edhe kjo më ka bo me qenë shumë afër saj, edhe me i qëndru disa momente se unë e kuptojsha nga mekanizmat e mbrojtjes që ajo i përdorte. Edhe e dia që po e bën për të dalë sa më e pastër sepse nuk interesonte a del fituse. Interesonte që me dalë vërteta në pa. Edhe kur njerëzit luftojnë për të vërtetën, mu ma marrin zemrën. Një dilemë që po të pyesen edhe ty, është që Shëndriti e gjen tash veten në Prishtinë në Tiranë. Për momentin jam në Tiranë. Shumë pak jetu në Prishtinë, po shpresoj që është për shkak të angazhimeve që i kemi me Top Channel, edhe normal kena gjana të cilat janë projekte të cilat na takojnë, kështu që ka biseda, ka zhvillime të cilat janë duke u bërë për një projekt të veçantë shumë të bukur atje. Ka marrë oferta, edhe në Kosovë. Nuk është që tash unë e kam e thani jo Kosovë edhe veç Tiranë. Adresa është e hapur, e din ku më shkrujt, e din ku më gjetë. Po e tham shkurt shqip, ku më konvenon ma mirë që aty ka me shku. Sepse jeta është bërë shumë dinamike edhe unë mendoj që duke i krijuar një standard të mirë vetës, kemi edhe më pak probleme. Kështu që njerëzit duhet punojnë për me arrit një lloj standardi ku ata nuk e kanë problem për me jetu. Sepse në standarde të ndryshme njerëzit mbijetojnë. Domethënë, unë e di sa e vështirë është, kështu që unë jam në tentativë për të kriju diçka që mua më lejon hapësirën me qenë i pamvarur. Nuk e shlyej mundësinë për të punu diçka në veçanti, vetë, duke mos qenë pjesë asnjë media, por normalisht mediat janë dritarja e me parë, Kanal D që ka qenë shtëpia e me parë, edhe nuk i them kërkujt jo, për shkak se në çdo praktikë jetësore timën që e kam qitë në përdorim, në çdo vend pune ku kam qenë unë edhe sot dhe tutje i kam dyrët e hapura. Për shkak se nuk jam një person mos mirënjohës, e vlerësoj gjitha hapësirat edhe mundësit që mi japin njerëzit, edhe sepse unë sot nuk kisha me kanë nëse s'kisha punu për shembull me ty nga fillimi. Nëse nuk më kishe qiti në televizion edhe më kishe lanë hapësirën për unë me tregu veten. Unë jam shumë mirënjohës për këtë pjesë, edhe sot dhe tutje, unë e prap, do me thonë, nuk është që i ku mbyll dyrt e Prishtinës, nëse më vjen ndonjë ofertë shumë e mirë, pse jo, kush i thot jo ofertave të mira. Sidomos kur është vendi yt. Po, edhe është vendi yt, por që ka diskutime në Tiranë për momentin, megjithëse se në Kosovë ende nuk kam diçka në diskutim, po. Në Tiranë jam duke diskutuar, është shumë interesante sepse nuk është vetëm Top Channel, por janë edhe mediat e tjera të Tiranës që të shkruajnë edhe të ofrojnë vende pune. I falenderoj të gjithë, por këtë periudhë ku jam unë për momentin, jam duke e qetësu veten. Që me marrë një vendim të drejtë. Po, me qenë sama i frytshëm për mu ai vendim. Po, edhe unë shpresoj që vendimi tjetë në të mirën tënde, kudo që është, normalisht na dojmë që t'jesh në Prishtinë e të kemi afër, po edhe Tirana s'është larg, kudo që je, unë i los mediat e Kosovës mos më të lëshu, e gjëna është me të lanë me shku në Tiranë, po prapë se prapë e tha në të mirë tënde, gjithmonë është vendimi në të mirë tënde, edhe dush me menu për jetën tënde, për familjen tënde. Do më nalte një pikë që po besoj ja kam bërë edhe mamit tënd, që shke mundur 3-4 herë ja harrove ditëlindjen mamit. A qatë shumë shlyhet rrumja të brenda? Aty e harron ditëlindjen ditëlindjen tonë, Sara. Do më thonë harron gjithë shka. A tu ka edhu mami? Jo. Jo. Veç njëherë këmë bo 53 vjeqare, njëherë këmë bo 58. Sa është realisht? Nuk e di. Mos. Jo, është 53. 53. S'kësja këmë gabu shumë. Nuk e ke plak shumë. 5 vjetë. Shëqyrë që s'ke thonë për mu 5 vjetë, se s'kisha folë ma. Aty ndodh një diçka shumë e çuditshme, se
du me sqaru vetën edhe në diçka tjetër. Mos ma djek, pyetjen. Hajtë, okej, po pesi. Ja, bënë kështë pyta. Aty thjesht nuk e nje botën jashtë. Harron kushi. Mësosh me jetu në qatë mure edhe tash në moment me të pyet ty kush është që kjo, ka dalë, se unë jam të bo një debat pa lidhje jashtë, adin jam të folë për pse u derdh keqapi, adin jam të folë për nonsense, edhe të vjen një pyetje, ti do më thonë për Iliadën edhe Odisen, këmë thonë Shakespeare-i. Do më thonë nuk është që ja këmë huqën e pak, unë ja këmë huqë shumë. Në për gjonat e mija, po... Ose në Terezën, që ti sa herë ke diskutu në për emisione, për statuset tua. Gonxha. Une, qëre, e kom ditë, po aty hinë në pasiguritë e tua. Edhe thamë, më mirë s'pe thamë, se s'pe bona horë. Mja thonë një emër tjetër. Për mu, më mirë është me thonë kaloje, nuk do ata them, se se mja thonë një emër tjetër. Edhe ashtu kom vepru, kërkej ndjes, qa me bota. Ajo është sfida ku edhe të tjertë mujnë menagje ku ndryshe. Por që unë mendoj që ajo bëhet për shkak se na tregon më tepër efektin e izolimit. Është shumë e çuditshme, për shembull Selina ka thonë 15 vjet i ka shekulli. Qiftit i hidhen banane për prosperitet. Do më thonë, përgjigjet janë shumë absurde, sa që për ty ndoshta mrena t'ingllojnë shumë sakta, se është efekti i tillë. Une e kisha përjetu edhe 100 herë Bigun, kisha shku edhe 100 herë Big Brother, sepse atë shumë është format, është platformë mirë, e të jetuarit brenda. Nuk e di, ka njerëz që e thonë të kundërtën, por për mua ka me mbet një nostalgji shumë e fuqishme gjatë jetës time. Edhe me këto gabimet e veta. Po, krejt. Edhe që se ke ditë në Terezën. More as nënës të vjatë që ja kom ditë, e për nën Terezën nuk ka problem, sepse ka emisione që e kom trajtu në Terezën, edhe mujnë mi gjetë në YouTube që e kom ditë. Po, është moment, po e shpjegove shumë mirë, sepse normalisht gjdo, adin prend ose familjar për të vetin gjithmonë i kanë ato, se jo se e den, edhe unë e gjesha vetën të nesërmen të ju argumentu njerëzve që po bërë që dritë e den. Do më thonë, Gimbo e ka gabu pavarësinë e Kosovës, jo që nuk e ka ditë. O ka një afert nëse s'ka bëj, se kom harru që ka thonë, e ka thonë... Një det ja ka huq. Një vetë po mdoket ja ka huq. S'jam e sigurt, s'pe më Po, ama nuk është që nuk e ka ditë, sepse na, për shembull, kur ishte festa e pavarësisë, a kupton, na i kena festu, i kena ditë gjanat, edhe gjithsesi janë momente shumë të bukura që kanë me na mbetë në kujtime, edhe po qeshim. A e ke këshirë qatë video komplet? Jo, ala se kom këshirë. Shumë pak video kom këshirë kështu në YouTube ose Prime, nëse heq, sepse nuk më ka zgju shumë interes. E ke ditë sak që ke bo edhe... Ndoshta pse e kemi jetu, edhe nuk është... Se për shembull, ja, kur ti mrena e menon shumë që të pjesë kena me këshirë, kur dalim kena me këshirë që të... S'ki interesim. A ka diçka që kishe fshishë ndrejt që e kishe... Absolut, kur gjo. As një debat, as një... Heq, kur gjo heq. Zero. Ajo është krejt kush është ndriti. Unë jam mundu shumë me kallëzu vetën në krejt dimensionet, si ai shëndriti sarkastik, me ironi, me debate qoftë strukturume, qoftë pa strukturë, sepse kemi bërë dhe debate pa strukturë aty, kontradiktore, debate që thjesht do shta u bëjshim për të kaluar kohën, edhe nuk isha fshirë realisht kur gjo, sepse janë kujtime shumë të bukura që kanë me gjatë në kujtimet e mia. Cili është mesazhi më i çuditshëm ose më i mirë i fansave që ke marrë, që të ka la përshtypje? Kështu ka shumë mesazhe, po që tash për shembull me majtë men, po ka, adin
Secili e të shkruan mesazh me perceptimin e vet, edhe me mënyrën që shumë kanë pa ata. Për shembull kom pas kërkesa për martesë. Urime. Do me thonë u gjatë kismeti. Po. Do këtë për shënonën tonë që tash. Ka pas nana që kanë shkrujt për qikat veta. Ti ku ke avancu më djallë. Qëto janë çuditshme. Që ata ti sa los ke vendos për punë, herë ku ke të vendos për jetë. Do me thonë kemi halle tjera për momentin. Edhe qështë statuset? Single. Single? Po. Pajza? Pajza. Jo, tash me nona pju drejtona, pra se nona ti pas kanë marrë si një ndorë. Vjerat të më shkrujnë. Vjerat. E di një herë një koment që ma ke tregu, një gru, më duhet me shpalos, më falë, po s'me përmen e emnin. Një zonë, një ka shkru, nëse kom ba diçka mirë një, Zotim kish përbli me qenë vjera jote. Po, ato na ka pas shkujt se më kanë. Po gëtë, s'ka bona e sa njëti. S'pas ke bodi. E ronke. Jo, ti vazhdo. Bo mirë, se si tjetë. Po me suba, mërë mene madhë, këqyja u qikat vjerave. Qo mërë, po nuk ndërtojt diçka, ndrojmë temë. Ndrojmë temë, okej. Shumë fani shkojnë. Me të mësitnu nona e qikës. Ma herë do më thonë kanë mësitnu për djemë, po që, ka rast. Po më duket përshash tash vrenonën tonë, thonë, hajtë gjallë jem, hajtë, bolke, pritë. Nejse, urime që u martu vlau. Një sfide madhe ka qenë dasma e vlaut. Dasma e vlaut ka qenë natën e finales me Big Brother. Edhe me sot dhe tutja, unë i fajsoj familjarë të me, thamë s'keni lëbu qatë shumë më qumë finale, se keni pas darsmën. Edhe s'keni dashtun me qenë finale për shkak të darsmës. Sa i keqi. Pej pak shakase, normalisht. Por, normal ka shumë koincidencë, sepse normalisht data finale su zbulu shumë vonë. Edhe familja e patë përcaktu datën. Edhe organizimin të darsmës janë pak ndoshta të palëveshme kur dojmë na. Edhe ndodhe ajo që ndodhe. Ka me të peng? Jo, se e shijova, isha në dasëm, ditën e më shku me murëm nusëm, ka aja hengu nata darsmë, këto snemet këti këm shiju. Këti ke shiju përveç mramës. Po. Mramin në dhe është me shku në finale. Po. Edhe, po. Edhe për fund shëndrit se e di që kish me qef, kishim najtë. Po më rrimë. Rrimë sa dusha, okej. Kam edhe dhe mësafir tjerë të na fritë. Për fund, e di se sa mirënjatëse falenderusje. Më ka la shumë përshtypje deklarata jote në daljen tënde, po edhe në intervista për produksionin. Zakon shumë nuk jemi mësu me ndëgju e banorë që let flasin mirë, sepse gjithmonë e kanë vetën prioritet dhe thojnë, unë ka meritu më shumë, unë më ka bëhe pa drejtë. Ti ke qenë shumë realist, po njëkohësisht ke qenë shumë empatik me kretë situatën tënde dhe njëkohësisht me punën e produksionit dhe më ka la shumë përshtypje kjo. Sara, ti e din sa e vështirë është me kriju një emision. Po. Big Brother nuk është emision, është komplet platform, është franchise, është një format që ka regula strikte edhe punojnë qindra persona. Unë jam shumë një sot e tutje gjithë produksionit, tuk e njës prej kokave, Sara Hoxha, Lori Hoxha, janë fantastike për mendimin tim. Pastaj Ledioni është Petrina Goricën e përshëndes shumë, sepse ka qenë nuk e di për mu, një shtyllë shumë me fuqishme, edhe të gjithë ata të cilët kanë qenë brenda produksionit, kanë punu për Big Brother, dishta me falenderu. Një fjallë më kam betë shumë mëndje e Ledionit, kur kam dalë për shtëpisë dhe kur përfundoj gjëja krejt, më tha, faleminderit shumë për shenjen që le. Kështu që për mu ka shumë rëndësi edhe vlerësimi reciprok, sepse mendoj që kur nuk i humbet dikujt shkëlqimi i ti, ka me pas shkëlqim edhe për juve. Kështu që për këtë i duar turkas shumë, sepse janë njerëz të cilët
nuk ta humbin as pak ato që ti je edhe ti përfaqëson. Kështu që nëse ti zgjedh me përfaqësu diçka që je brenda edhe jashtë, normalisht që të mira të presim. Si ka qenë feedback ose mendimi i dy opinionistëve jashtë kamerave? Ose çfarë kanë thonë? Me Arbrin kam shumë muhabet miqësor, ka qenë shumë përkrahës, edhe fjalë të mira po ashtu, gjatë gjithë kohës, edhe në për after party, edhe në për kudo që kemi qëndru, në për ambientet e Top Channel, gjirimet, spektaklet, kanë qenë shumë fjalë të mira, që normalisht të thjesht nuk pret. A din se nuk e din që shështu perceptu gjë e jashtë. Me Monikën po ashtu kam raportet e mira, ajo edhe unë gëzojmë respekt për njëri tjetrin. Sot dhe tutje kemi pas disa momente ku kemi pas muhabet. Monika është në stilin e saj. Mua adin, unë knaqna me to, kalojmë shumë mirë, edhe për mu ka qenë një emër që në këtë edicion ka pru diçka ndryshe, edhe për mendimet e saj për lojnë, brend që s'po komentoj, sepse s'jam përputh mendimet e mia me të sajnë, por si personazh, si njeri, është shumë grua e mirë, edhe është një gru shumë e zonja, realisht me njoft prapa kamerave është shumë e mirë. Unë me qëllim pyeta edhe për emocione jashtë kamerave, sepse njerëz dojnë me ditë, janë kurrishtarë, sepse janë mësu, njerëz janë mësu ti me rutinën me njerëz me i pa për ditë, na jemi mësu me ju pa juve. Çdo ditë, unë që se kam shiku kur formatin Big Brother dhe mungon dhe pasi përfundoj, kështu që unë vësej që ju kemi bargjë, sado ose ndonjëherë me storit që i postani, ose me postet që i postani. Edhe unë po besoj që interesimi më i madh i pyetjeve që më kanë ardhur, më kanë thënë me pyet Shëndritin, a kemi me pas këtë verë dasëm ose prej Gimbos dhe Selin, ose Brikenës dhe Mateos, a mund është me nxjerrë diçka prej këtij informacioni? Jo, s'ka darsëm. E kanë thënë edhe vetë, nuk po e them unë, po shiko, është diçka që të dy qifteve ju nevojitet koha edhe kanë karrierën përpara. Unë vetë po e di sa kam obligime tash pas daljes, edhe ata janë shumë të angazhuar me projektet e tyre, kështu që nuk është momenti dhe koha për të menduar për një darsëm, sepse jo që ata nuk e dojnë, unë shpresoj që të martohen edhe t'i bëjnë gjithat mirat, po për momentin, sa i përket kësaj gjëje, unë mendoj që ata janë të fokusuar shumë punën edhe në karrierën e tyre. Në karrierën, sepse hekuri rrehet sa është i nxehtë. Për punë kam fjalën. Po, edhe nuk është që do të me mendu të ashaj dhe më martu edhe më kry, po... Ka dalë, po. Shëndrit, unë me të vërtet e pata me emocion intervistën edhe u tuta po hy më shumë, po e pata një frikë se mos po hy më shumë në pjesë ku nuk duhet me hy për shkak të informacioneve të oferta që kam, po u mënova me respektu profesionalizmin edhe intervista me qenë në kuadër të kretë kësaj që ti ke përjetu, unë e di që ti ki edhe ma shumë me dhonë. Ki me shku të premtën, kalzon. Se kom tonë mrena shtëpis, ti e vesh në aeroplan edhe ja të rëgoj publikut që të premtën hecë. Shëndriti mrena shtëpis ka pas disa deklarata që Sara mund të jetë diku në qiell këtë momente. Të janë shpifje. Jo, se janë. Nuk janë shpifje, unë udhtoj, po punoj për të udhtuar. A do të fletat pasaportës? E ku më apliku për pasaport 3, nuk kam vend. Më përshëndesim edhe Fidonin, se edhe ai besoj s'ka vend fleta, po. Shqyqër komuna dhe shteti po sigurojnë pasaportat. Ty me pasaportat me 100 faqe. Apo një faqe? Unë t'ja valla i kam... Sot. Pa përdo. Ate tash të mushe, tash kime janis me ultimeve. A do në që ta pasaportën ma se henëm kësi lafit. Kime vullos këtë javë. Unë të rajtë ty një javë të mirë se e di që keme shku më përshem. Edhe ke shumë knacime të pas në intervjist. Me shumë qef dhe doja që të punonim prapë bashkët, këtesh në Kosovë, po e shoh që po pret me të lutë shumë. Unë kom me të lutë hala. Inshallah nuk lutë dikosh ma shumë se unë.
Faleminderit shumë Shëndrit, ke shumë kënaqësime të pas. Sara, është gjithmonë kënaqësi edhe të falenderoj shumë për gjithë mbështetjen, për krahjen edhe për angazhimin tonë sa kom qenë unë në shtëpi, ti ke qenë prapa mi 24/7, edhe jo vetëm për mu, po edhe për familjen tem, në emër edhe të tyre të falenderoj shumë. Gëzohem që kam një mike si ti në jetën time, kaq. Shumë kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha ime, sidomos që kam njoftë edhe më afër familjen tënde, unë po du me përshëndet motrën tënde, binën, vllaun tënd, prindrit e tu, po du me përshëndet shumë Petrinën, që nëse 12 i kam shkruar, 12 ma ka kthy përgjigjen. Do të thonë është një vajzë shumë korrekt dhe ka qenë shumë kënaqësi me punu me to. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit Sara. Ndërsa tash të dashur miq, së bashku do të shkojmë dhe të ndjekim një story nga tereni, ku para pak ditëve është hapur në Albi Madh një dyqan që bashkë prej as deri në zhë mund të gjenë prindrit për nanën, për foshnjën edhe për fëmijët deri në 6 vjeç. Pas këtij materiali, që është fjala për Olaba Shop, të cilin e gjeni edhe online, por ju kisha lut edhe ju kisha rekomandu një kostisht me shku në Albi Madh, me e pa showroomin, edhe me i pa produktet, qoftë për veti, qoftë edhe për dhuratat që keni me i pa për familjarët që sapo janë pa prind. Dhe do të themi me rubrikën e magjikëve, kemi një vajzë shumë simpatike.